janë fajtor për veprën penale, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar i akuzuari i zëtë shëshiri, është fajtor edhe për veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të arme. Atër përshëndetje të gjithë, jemi ndjesët për shkollë aktgjykimin në këtë rast penal. Paraprakisht për shkak numrit madh dhe dini që duhet me majtë rangë dhe qësim të kundërshtu. Urdhëroheni organet përgjegjëse, respektivisht persona përgjegjës, që po që se ka ndonjë reagim të ndërmend gjitha basat e nevojshme. Trupi gjykues pas këshillimit dhe votimit ka shmuar se nuk nevojitet që përsëri të hapet shqyrtimi gjyqësor për plotësimin e procedurës ose për sqarimin e ndonjë çështje konkrete. Andaj, në bazë të nenit 358 të kodit procedurës penale, në emër të popullit, trupi gjykues një zëri merr dhe shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit i Zez Sheshiri, Faton Vrajolli, Kadri Sheshiri, Kadri Ibrahimi dhe Femi Bytyqi, me dhënat si në procedurën të shqyrtimit gjyqësor, të gjithë të lartësekorit janë fajtor për veprën penale, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar nga neni 277 paragrafi 2 të kodit penal të Republikës Kosovës, kjo sa i përket të akuzuarit i Zez Sheshiri dhe Faton Vrajolli. Ndërsa, nga paragrafi 1 i potnjëjtit nën për Kadri Sheshirin, Kadri Ibrahimin dhe Femi Bytyqin, në lidhje me vepra penale të narkotikëve. I akuzuari i Zez Sheshiri është fajtor edhe për veprën penale, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të arme. Në mbështetje të dispozitave të kodit penal të Republikës Kosovës dhe kodit të procedurës penale, kjo gjykatë shqipton dënimet si vija. Të akuzuarin Zez Sheshiri e gjykon me dënim me burgim në kozgjati prej 20 viteve dhe 60.000 euro gjob për veprën penale të parë, ndërsa për veprën e dytë penale 3.000 euro gjob. Gjithsej 63.000 euro gjob. Në dënimin e shqyrtuar me burgim, i llogaritet edhe koha e kaluar në masën e paravotimit. Të akuzuarin Faton Vrajolli e gjykon me dënim me burgim në kozgjati prej 20 viteve dhe 30.000 euro gjob. Në dënimin e shqyrtuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e paravotimit. Të akuzuarin Kadri Sheshiri e gjykon me dënim me burgim në kozgjati prej 15 viteve dhe 5.000 euro gjob. Në dënimin e shqyrtuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak dhe të paravotimit. Të akuzuarin Kadri Ibrahimi e gjykon me dënim me burgim në kozgjati prej 10 viteve dhe 5.000 euro gjob. Në dënimin e shqyrtuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak dhe të paravotimit. Të akuzuarin Femi Bytyqi e gjykon me dënim me burgim në kozgjati prej 10 viteve dhe 5.000 euro gjob. Në dënimin e shqyrtuar me burgim, i llogaritet koha e kaluar në masën e arrestit shtëpiak dhe paravotimit. Të akuzuarve i Zez Sheshiri, Faton Vrajolli dhe Kadri Sheshiri ju vazhdohet masa e paraburgimit deri në plotësishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqyrtuar. Ndërsa me aktvendim të veçantë, të akuzuarve Kadri Ibrahimi dhe Femi Bytyqi ju taktohet masa e paraburgimit deri në plotësishmëri të këtij aktgjykimi, por jo më gjatë se dënimi i shqyrtuar. Sa i përket dënimeve me gjobë, nëse të akuzuarat nuk dëshirojnë ose nuk mund të paguajnë gjobën, gjykata konform nenit 43, paragrafi 3 të kodit penal të Republikës Kosovës mund të se vendsoj dënimin me gjobë me dënim me burgim ku një ditë burgim llogaritet në 20 euro gjobë. Konfiskohen sasia e narkotikut, me shras urdhërohet edhe shkatrimi i saj. E po ashtu konfiskohen edhe mjetet që kanë lidhshmëri me veprën penale të kryer të propozuar si narkokusi dhe mjetet monetare të sekretuara. Konfiskohet arma për të cilën është shpallur fajtor i akuzuarit i Zez Sheshiri. Lidhur me shpenzimet e procedurës penale të akuzuarat që janë gjetur fajtor, secili veç e veç, urdhërohet që në emër të shpenzimeve të procedurës gjyqësore të paguajë pashpallin gjyqësor në shumë prej 500 eurove, ndërsa për programin për kompenzimin e viktimave të krimit shumën prej 100 euro. Të gjitha këto në afat për 15 ditë nga plotësishmëria e këtij aktgjykimi. Një arsyetim më i detajuar lidhur me çështjet ligjore të aspekt procedural. Konstatimin mbi gjendje faktike që ka vërtetuar kjo gjykatë, si dhe vlerësimet për sankcionin penal të shqyrtuar, do të jepet me arsyetimin me shkrim të vendimit të kësaj gjykate. Kreni fond, falë të pakënaqura, gjykata i udhëzon në këshillën juridike që kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës gjykatës apelit Prishtinë përmes kësaj gjykate. Ky është vendimi i gjykatës.